Radio. Albania Radio. Kjo ndodhi në Shkodër, aty ka rënjët kjo kolla. Për kënaqësinë tuaj tonën vinte rubrika ku inteligjenca artificiale krijon ajo që tenton të bëj art, por asnjëherë si afrohet artistëve të vërtet. Rubrika AI. Rubrika AI. Gjithsesi, vërtet nuk është një artist i vërtet, por në thelb mbetet një artist i vogël, i bukur, një artist i cili është gjithkohës në zhvillim. Dhe pas disa vitesh Cubi, AI do jetë ai që do mposh botën. Sa keq. Kalojmë tek momenti më interesant i kësaj mbrëmje. Momenti ku interpreton ajo në grimcat e shkruara nga inteligjenca artificiale, interpreton e bukura, aktori elegante dhe fine me zërin e saj melodioz, Cubi Metkaj. 4 putroshët, një tufe vogël, luajnë në borë. Pa merak, pa stres. Njerëzit vrapojnë me halle në tel, por putroshët qeshin. Çan këto gjesto njerëz të mjerë. Një burr grindej me të shoqen si i tërbuar. Putroshja vështronte me sy kurioz. Pse vërtet kaq shumë? Pse je i acaruar? Vazhdon thot me vete, sa zhurmë pa nevojë, o Zot, ne jemi shumë të duruar. Një grua qante me lot në faqe, putroshja i afroi, i lëpinte dorën ngadalë. Mos u pikëllo, jeta është një valle. Sikur ti thot, gjithçka do shkoj mirë, jeta nuk është aq normale. Një plak i vetmuar, në një cep rrinte. Putroshet e rrethojnë, japin dashuri të ngrohtë, ndoshta nuk flasin, por zemra e tyre flet. Ne jemi këtu për ty. Mos ki frikë nga asgjë sot. 4 putrosh me zemër të pastër si ari, na mësojnë dashurinë pa interes, pa dredhi. Njerëzit ndoshta të lëndojnë, të bëjnë për së qari, por një putrosh t'jep zemër, pa kushte, pa mëri. Wow, Vino, çfarë interpretimi ka bërë më plak. Dhe në fakt kuptova nga kjo interpretim e Cubit që ishte një interpretim shumë i ndjerë, sepse Cubi ka 2 qenush fantastik, edhe që janë një dashuri e vërtet, dhe ato domethënë një dashuri që Cubit ja plotësojnë atë gjën që ndoshta se plotëson askush. Vetëm një kafsh mund ta plotësoj atë dashuri që edhe në fakt unë sot u frymëzova nga ata dhe jo më kot e bëra dhe kërkova prej AI-t një poezi të tillë. Shumë e bukur Cubi dhe ishte vërtet e bukur dhe emocionuese dhe e ke interpretuar më bukur se ç'ke interpretuar ndonjëherë diçka. Faleminderit. Nice. Tani mos të bëjmë dhe kaq emocional. Po do vazhdojmë të jemi emocional. Është gjë e bukur. Do vazhdojmë të jemi? Okej. Tani do jemi triumfues. Yes, triumfator. Do shpërthejmë, tani do brohorasim. Tani ai do të na bëj që të na rëngjethet mishi nga emocionet, nga qefi, nga gëzimi, sepse poezia e tij do të jetë një bombë vërtet, një min me sahat. Dhe vjen ai, Visian u kthen ai. Shqipëri me zemër flak, djemt me gjak të Kastriotit, Serbia u duk në fush si me qenë në hall të Zotit. Në tribun flamurët valojnë shqiponjat në qell po valvin, ndërsa serbët rrinë në stres, tek dronat e kanë fobin. Topi niset bam në rjet, Shqipëria ndizet flak, portieri serb tani s'ka zot që i ndalë këta mër plak. Tifozi ynë me qeleshe sakatojni për hatrin ton, bashk me plisa ngrendolli me raki si që ka zakon. Si do që të shkoj, kjo është ngjarje e rrallë, Shqipëri-Kosovë të bashkuar dhe pse të ndarë. Se këta janë momente që ne na bashkojnë, mrekenari në zemër, sakrificat e të parve do të kujtojmë. Wow, bravo. Thank you.
Dhe Kjo për hir të ndeshjes, sigurisht. për hir të ndeshjes me datë 7. Po, që mezi po e presin në fakt. Kjo ndeshje e cila ka përvëluar ndjenjat emocionale, kjo ndeshje e cila na rikthen momentin magjik, epik, momentin jo vetëm magjik dhe të frikës, momentin ku kishte vërtet një emocion të frikshëm, momentin ku në Tiranë dëgjoheshin sharje nga më të ndryshmet nëpër lokale, momentin që u thyn gota. Dhe realisht shikoj se si u bë. Momentin që realisht jemi rrënqetur kur Shqipëria luante me Serbinë në atë ndeshjen historike, le të themi. Po. Mirë, megjithatë, kësaj radhe sigurisht janë marrë masa që mos të kemi incidente, por që sigurisht nuk ja anashkalojmë dot fakti që sa herë që ka ndeshje me Serbinë, gjithmonë është moment historik, ë? Moment historik dhe gjithmonë mbetet ajo, çfarë është ajo banderol? Po, është flamuri më i bukur në botë Alban. Flamuri më i bukur në botë Alban. Çfarë emocione Ersubi, realisht është emocion, është një ndër momentet ku këto janë ato momente, me thënë drejtën, që ndjenja flaka e adetarizmit shpërthen në një mënyrë të pakuptimt. Edhe nëse je njeri shumë pasiv ndaj këtyre gjërave, këtu e humbet kontrolli. Është një moment që realisht të humbet dhe të vlon gjaku.